cilat adhurime mujna mi veçu na këtu net edhe këtu ditë. Po tham edhe këtu ditë, sepse këtu net që janë të vlefshme, edhe ditët e këtyne netëve janë më të vlefshme. Pra, qofse ne thëmë që nata 21, e 2, e 3, e 4, e 5 deri në fund të Ramazanit janë më të vlefshme se netët 20 e 19 deri të nishi, pra edhe ditët, pra dita 21, dita 22 kështu me radhë deri në Bajram, deri natën e Bajramit janë më të vlefshme. Pra nuk janë vetëm netët e vlefshme, po qysh janë netët e vlefshme, edhe ditët e këtyne netëve janë më të vlefshme se sa ditët para ditës së 21. E pra mirë, për këtyne adhurimeve mujna me bëna itikafin. Itikafi, do të thonë, është një adhurim i veçantë, mirë po, ka mendime të disa hoxhallarëve se nuk është patjetër dikush me hin itikaf prej natës së 21 deri natën e Bajramit. Andaj, ti ki mundësi, shkon për shembull ti edhe fol drekën, edhe ban një që deri në qini me nejt itikaf, apo prej qinis deri në iftar, deri në akşam e kështu me radhë. Ama që të kohë pastaj me shfrytzu për me një itikaf. Jo pastaj me lum telefone, me bo Allah me ata tjerë, me bo muhabet, po me shfrytzu. Po tham është mendim një pjesë të hoxhallarëve që ki mundësi edhe një kohë të shkurt qofse rrin në xhami me nejt itikaf.